A mund t'i bëni krahasimet përdoruese të mekanizimit të ri dhe të vjetrit? Duke pas parasysh përvojën e tashme që kemi me pajisjet tona, që kemi shit pajisjet kryesisht reja, është një dallim i madh mes përdorimit të pajisjeve të reja dhe pajisjeve të vjetra apo të amortizuara, të cilat vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian. Pajisjet e reja janë konform standardeve të cilat kërkohen nga në Bashkimin Evropian, si për distancën mes rendave në makinat mielëse të grurit apo të misrit, ashtu edhe në sasinë e farës që millet për hektar, apo edhe pleti që në mënyrë automatike dozohet edhe shpërndahet së bashku me farën. Me thonë, në rastin konkret ku kemi makinat për mielën e misrit edhe makinat për mielën e grurit, të dyja këto makina janë pajisura me rezervuar të farës edhe me rezervuar të pleut artificial, që në gjatë mielës bujkut i kursen kohën edhe i kursen edhe naftën, nga se me një herë e bën edhe mbjelljen e grunit apo misrit edhe shpërndan edhe pleun artificial. Sa ka reflektime, edhe herë i kthehemi te mekanizmi i vjetër, sa ka reflektimi mekanizmi i vjetër në cilësinë prodhuese të perimit të pemit, të pems? Natyrisht që ka disa indikatorë, disa shenja që ka edhe vinë edhe deri te kontaminimi edhe nga mekanizmi i vjetër dhe te shëndeti i konsumatorëve. Mekanizmi i vjetër, respektivisht mekanizmi i vjetër, cili në shumicën e rasteve ka edhe sistem hidraulik të inkorporuar në pajisje, ose ajo në shumicën e rasteve, siç ditë, që pajisjet hidraulike kanë edhe rrjedhje të caktuara, gjithmonë ka rrjedhje të vajit nëpër sipërfaqen e cila punohet. Kjo e kontaminon atë sipërfaqe edhe të bujq që të cilët pretendojnë pastaj që kanë një produkt bio, ai realisht edhe pse s'ka përdorur pesticide ose një preparat tjetër që me mbrojtë atë frut, ai prapë nuk e ka produktin bio, nga se e ka kontaminuar tokën me vaj, që është një problem i madh që ndodhet shumicën e rasteve për shkak të përdorimit të pajisjeve të vjetra. Nëse konsumatori përcaktohet për blerje me bankat komerciale, a mund të shpjegon pak sa procedurat, mbasi nuk janë të informuar në këtë? Procedurat për blerjen me kredi apo përmes bankave komerciale në Kosovë janë shumë të thjeshta dhe shumë të lehta. Ne kemi bashkëpunim me të gjitha bankat që operojnë në Kosovë. Procedurat janë shumë të thjeshtë, secili fermer pasi të bën zgjedhjen e produktit që është interesuar me marr, atëherë prej nesh merr një ofertë, një profaturë, me të cilën i drejtohet bankës dhe pastaj ato kanë kushte shumë të favorshme për ata klientë që vendosin me marr pajisje bujqësore tek ne. Bujku në Kosovë përgjithsisht nuk është i informuar sa duhet për teknologjitë e reja mekanizmit bujqësor. A organizoni evente, seminare, trajnime për bujqit në këtë drejtim, për informacionet e duhura? Për informim të bujqëve, ne së bashku edhe me prodhueste pajisje bujqësore, deri tash disa herë kemi organizuar seminare dhe prezantime të pajisjeve, që kanë ndodhur raste për prezantimin e pajisjeve për mbajtjen e sipërfaqeve të fushave me mjedër, pastaj të bujqëve të blegtorëve që kanë shtalla apo mirën me sistemet e mieljes. Kemi bërë organizime të tilla dhe rregullisht informojmë bujqët për të mirat e pajisjeve që ne i ofrojmë.